Hetimet e prokurorisë së posaçme për çështjen e pronave dhe projektit turistik në zonën e Zvërnecit ka nisur përpara protestës së parë më 31 maj kundër zhvillimit të këtij investimi. Kjo provohet nga dosja hetimore e prokurorisë së posaçme, duke provuar se projekti është autorizuar pavarësisht problemeve të provuara të pronësisë në zonë. Në një intervistë gjatë edicionit informativ në MCN Televizion, gazetari Xhevair Xhabina dha detaje mbi hetimet e SPAK për parregullsi të dyshuara në proceset e njohjes, regjistrimit dhe transferimit të pronave në këtë zonë, të cilat u evidentuan edhe gjatë takimit mes kryeministrit Edi Rama dhe një pjesë të banorëve të Zvërnecit. Nga hetimet që ka zhvilluar deri tani prokuroria e posaçme, ka rezultuar se nga përmbajtja e vendimeve gjyqësore rezulton që ka konflikte gjyqësore të cilat janë në proces sa i takon këtyre pronave, duke mos patur një vendimarrje të formës së prerë, pretendon prokuroria e posaçme. Mënyra se si janë marrë këto prona atje janë me dokumenta të falsifikuara dhe kanë nevojë për një hetim shtërues nga ana e prokurorisë së posaçme. Sipas gazetarit, nga veprimet hetimore kanë dalë në parë raste të pretenduara për përfitime të sipërfaqeve deri në 1000 hektar tokë. Kjo gjë na thotë që ka edhe me 1000 hektar, është rreth 1 milion metra, edhe 100 hektar. 1 milion metra katror, kështu që janë goxha sipërfaqe. Aty ka kontratat të tjera pastaj që janë përfshihen fëmijët e Petrit e avokatit, të cilat kanë transaksione mes njëri tjetrit. Të dhënat e referuara nga Xhabina referojnë materiale të dosjes sipas të cilave prokurorët kanë marrë deklarime edhe nga noter dhe personat të përfshirë në kontrata, që lidhen me pronat ku parashikohet të zhvillohet projekti. Në qendër të hetimeve janë biznesmeni Artur Shehu, avokati i tij Pëllum Petritaj, Leonard Bishaj dhe Enkes Hysodhimaj.